Po ne si fëmijë kemi ushtruar në klubin e taekwondos Besa te trajneri Nikol Gegaj dhe pasi u rritëm të themi kështu morëm një iniciativë që të hapim një klub tonin. Kemi hapur klubin në Podgoricë, veprojmë në Podgoricë, ushtrimet i mbajnë në sallën Don Boskos në Konik. Do të thot është një vullnet tepër i madh që ka bashkëshorti im, edhe krahas obligimeve dhe punës që kemi, që të vazhdojmë të jemi të kyçur në këtë sport, pse jo edhe të bëjmë edhe gara, të mundsojmë edhe të rinjve nga mali i zi të cilët kanë kapacitet të marrin pjesë në këto gara, t'ju mundsojmë që sa do pak ta kenë një shans pak më afër, sepse janë niveli garave të cilat kanë shpenzime, kudo që shkojnë mbajnë shpenzime, kurse këtu në Malzi spaku fjetjen dhe kotizimin e kanë pak me kosto më të ulta. Është një angazhim shumë i dukshëm i prindërve në këtë sferë. Jo, nuk është e rëndësishme se cili sport është në pyetje, mund të jetë një apo dy. Fëmija mi ushtrojnë taekwondo, krahas taekwondos, me shumë qef ushtrojnë edhe futbollin, por me rëndësi është që të merren me sport. Klubi ynë pikrisht nga viti 2014 bëjmë ushtrime për fëmijët pa pagesë. Do të thotë është një klub ku mund të vinë fëmijët të stërviten, të mësojnë mbi taekwondon dhe të shkojnë në gara pa një antarësim mujor.